Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, miq, mërga të nderuar kudo që jetoni dhe veproni, me lejon e t'ju përshëndes me përshëndetjen më të bekuar dhe ajo është Esselamu alaikum, paqja dhe mëshira e Allahut të Madhërisht qoftë mbi ju dhe familjet e juaja. Edhe në këtë natë jemi zbashku për ta zbërthyer njërin prej temave më të këndshme që ka dëshirë për dëgjuar çdo person, i madhi dhe i vogli, i dituri dhe jo i dituri, i pasuri dhe jo i pasuri, besimtari dhe jo besimtari, ateisti e kështu me radhë. Për arsye se është diçka që jemi të krijuar në këtë formë që synojmë mirëqenien dhe lumturinë. Fatkeqësia është që a jetojmë të gjithë të lumtur, këto është defekti. Përndryshe, Zoti i Madhërisht na ka krijuar dhe ka zbritur Kur'anin fisnik, që është katalogu qiellor, që është përmbledhës i të gjitha librave të tjerë, që ne të jetojmë një jetë të lumtur, që ne të jetojmë një jetë me mirëqenie shumë dimensionale. Taha ma anzalna alejka al-Qur'ana litashqa, që këtë citat kuranor, nëse kuptojmë do të me atë që është mefhumul mukhalefe, që ne ta kemi zbritur ty këtë Kur'an që ty të bëjmë të lumtur. Do të nuk ta kemi zbritur ty o Muhammed dhe ata që të pasojnë ty këtë Kur'an përveç se të bëjmë të lumtur, jo për të jetuar një jetë të mirë. Në ligjëratën e parafundit e sqaronëm se lumturia është diçka që është thellë e rrënjosur në brendësinë e çdo njërit prej nesh. Pra çdo njëri prej nesh ka mundësi të jetojë i lumtur pa marrë parasysh faktorët e jashtëm, edhe pse faktorët e jashtëm janë shkaktar që njeriu të jetë i lumtur. Pas një diskutim s'mundesh me mohu që nëse begatohesh me një bashkëshort të mirë, të moralshëm, të sjellshëm, pas një diskutim është faktor që të jesh do si bashkëshorte e lumtur, ose kundërta. Nëse do të ke do të pasuri, nëse ke do të, s'ka dyshim që të gjitha janë faktor, por nuk janë qëllim që e synon do të njeriu, edhe nga njerë do të fatkeqësisht, gabimisht e koncepton do të lumturinë duke kërkuar jashtë tij. Po kam dëshirë do para sa ta rrëfimin në baltë ka ari, po kam dëshirë do ta them do të vetëm një rrëfim që ndërlidhet me njërin prej personaliteteve më të njohur në shkencën e fizikës. Pra shpytë për Albert Einsteinin, apo është për atë person i cili në 1921 ka fituar çmimin Nobel. Është një rrëfim që është shumë i bukur që ndërlidhet që i ka ndodhur në 1922. Por në vitin 1922 ka vizituar Tokion dhe në këtë kohë përveç famës, përveç autoritetit, përveç një reputacioni të madh që ka pas do të kështu në mënyrë globale, ka qenë do të edhe për njerëz do të më të pasur, për arsye se çmimi Nobel i ka shpërblyer do të me një çmim jashtëzakonisht të madh. Dhe në hotelin e tij që është pozicionuar, pasi që ja bën dot një shërbim, një prej shërbëtorëve të hotelit dëshiron për ta shpërblyer, dëshiron për t'ia dhënë dot një bakshish. Mirë po, hulumton në xhepa, hulumton dot për rreth, nuk gjen asgjë. Zgjen asgjë për ta shpërblyer mirësjelljen e tij. Atë shërbimin që e ka bërë dot me zemër dhe në mënyrë elegante. Mirë po, në këtë rast Albert Einstein i thotë o ti djalosh, ma jep atë letrën apo faturën e hotelit dhe merr dot një kimik duke i shënuar disa fjali të shkurtëra, e që këto fjali tani llogaritën si sekreti i lumturisë. Për arsye se i ka thënë që nëse ti do të jeton edhe nëse ke fat, këto fjali do të kenë një vlerë të posaçme. Dhe çfarë do të ka shkruar në këto fjali? Që kjo letër para disa viteve është shitur me një çmim jashtëzakonisht do të madh. 1.56 milion dollar
E ka bler dot 1 miliardar i Evropës, i cili do të ka dëshiruar të jetë dot anonim. Në këtë flet që ja ka shënuar dot këtij shërbëtori, kanë qenë dot 3 fjali, jo më shumë. Një jetë e qetë dhe e thjesht është më e mirë që të bën dot të lumtur se sa një jetë e suksesshme, por e përcjellur me vështirësi dhe tension. Aty ku ka vullnet, ka rrugdalje. Kaq, jo dot më shumë. Kështu, një jetë e qetë dhe modeste. Çfarë do thotë kjo? Një jetë e qetë dhe modeste. Çka ta merr mendja? Fëmiu i cili do të jeton, fëmiu i cili do të është ndoshta ai modeli më ideal se si njeriu të jetoj do të jetën, se si njeriu ta perceptoj të ardhmen, se si njeriu ta perceptoj të kaluarën. A e dini që një fëmijë pse është i lumtur ai? Pse ka lumturi? Për arsye se një fëmijë i cili do të lind prej prindërve apo me një atmosferë me një mirëqenie të mirë, s'po flas për fëmijët e cili do të lindot në luftë, por po flas për një fëmijë i cili lindot në gjendje normale, ai më së paku, precizohu, më së paku brenda ditës buzëqesh dhe qesh 300 deri në 400 herë. Sa buzëqesh një mosh rritur? Një i mosh rritur buzëqesh më së shumti 20 herë. Këto është defekti. Buzëqeshja është melodia e shpirtit. Buzëqeshja është çelësi i cili do të njeriu i jep do të lumturi. Për këtë arsye dërguari i Allahut ka qenë njeriu më i buzëqeshur në mesin ku ka jetuar. Nuk kanë parë njeri më të buzëqeshur se sa i dërguari i Allahut, që kanë thënë do të më shumë se një sahabi. Për këtë arsye, jeta e qetë dhe modeste, edhe nëse nuk ke do të pushtet, edhe nëse nuk ke do të pasuri, edhe nëse nuk ke do një autoritet, do një pozit, por je do të i qetë në jetë dhe ke do të një modesti, do sot do që tjetë, po është më e mirë që të sjell do të lumturi dhe jetë të këndshme, se sa një jetë që vrapon pas karrierës dhe suksesit e që ajo është e mbushur me vujtje dhe tensione të një pasnjëshme. Për ta vërtetuar se më të vërtet, njeriu mundet me qenë i lumtur pa marrë parasysh në çfarë rrethana dhe kushte jeton, po i bidot 2 shembuj. Shembullin e parë, siç po e ndërlidhmi me atë rrëfimin i cili ndërlidhet para 2000 viteve në civilizimin kinez, dhe një shembull i shkurt para se ta them do të këtë, është mes një burrit dhe gruas. Shqetësoni. Gruaja është ajo e cila do të shpeshherë do të dinë që të jetë që i bëhet pa drejtur nga burrat. Fatkeqësia është që nganjëherë do të edhe prej burrave, edhe në emër të fesë din për t'i bërë do të padrejtësi. Fatkeqësisht. Një burr pasi që në varikoset ndaj bashortës së tij, i betohet duke i thënë wallahi la ashqiyannaki. Dhe betohem Zotin se do ta bëj jetën e mirë. Kjo grua e cila ka qenë do të më të vërtet një grua me një vizion të qartë, duke e ditur se përse është krijuar, pse jeton dhe çka do të pas vdekjes. Një grua do të me vërtetë të larta. I përgjigjet burrit të saj me vendosshmëri, duke i thënë të betohem edhe unë në Zotin e Madhërisëm, se ti as nuk mundesh të më bësh të lumtur, por as nuk mundesh të më bësh të mirë, për arsye se unë lumturinë time e kam gjetur tek besimi. Dhe besimi ku qëndron? Besimi qëndron do të në zemër, besimi qëndron do të ndërgjegjen e njeriut, ai që është sekreti i njeriut. Dhe në zemrën time nuk ka mundësi askush të ketë çasje. Po t'ishte lumturia diçka që është e varur në trupin tim, sikurse pozhetëria apo diçka tjetër, do të më kishe varur, do të më kishe marrur atë do të me forcë, edhe ke këtë mundësi, por ajo nuk është e tillë. Ajo është diçka që është aq sekret, edhe është diçka që është aq e thellë në brendësinë time, sa që askush nuk ka çasje, përveç Zotit tim të Madhërisëm. Po e kuptova se lumturia është në brendësinë e njeriut, por dallimi është ti sa u lumton dhe ku e kërkon dhe si e kërkon.
Tërgimi që ndërlidhet me temën që e ka do definicionin në balt ka ari, është një rrëfim i bukur i cili ka do një histori të veçantë. Para 2000 viteve, një fshat afër qytetit Pekin, që tash është Tokyo, realisht, që është tash kryeqyteti, vendosin fshatarët e që udhëheqësia e tyre kanë qenë priftërinjt apo klerikët, me besimet që i kanë pasur ata, vendosin për të bërë dot një vepër që të flet historia në të ardhmen, edhe kështu të ka ndodhur. Kjo vepër është që ta bëjnë një statuj aq me vlerë, sa që të mos t'i humb vlera dot asnjëherë. Pse? Për arsye se statuja të bëhet nga ari i pastër. Dhe fillojnë do të punën vullnetare, fillojnë do të duke kontribuar çdo qytetar, dhe duke dhënë do të pasuri, për arsye se ari në të kaluarën ka qenë do të më i lehtë për të arritur se sa do të tani. Dhe arrin do të për të bërë do të këtë skulpturë, këtë statuj gjigante që ka peshuar afërsisht 5 ton. Mirë po, pasi që përfundojnë statujen, ndodh ajo që nuk e kanë pritur askush. Ndodh që sulmohen nga një popull i cili ka qenë të barbar me plot kuptimin e fjalës. Çdo fshat, çdo qytet që e kanë sunduar, kanë bërë do të masakër në të gjitha aspektet. Kanë kallur çdo gjë dhe kanë vrarë çdo kënd. Qoftë i madh, qoftë i vogël, burr, plak, çdo kënd. Dhe pasi që ndëgjojnë që kjo ushtri është afruar afër fshatit të tyre, atëherë do të vendosin që këtë statuj ta balsamosin me dhe, që s'ka dyshim dheju është mrekulli, dhe që pastaj nëse do të balsamoset që shdohet, ajo të bëhet e rezistuese dhe për qindra vite tjera nëse ruhet në vendet të mira, në vendet posaçme. Dhe marrin do statujen për ta balsamosur me dhe vjen deri tek ajo që pjeket, që siç do të vjen do të ajo farfaza që bëhet do sikur se me qenë dhe, sikur me qenë një statuj prej dheu të thjesht. Dhe pasi që e përfundojnë, nuk shkojnë do të shumë kohë edhe sundohet, apo do të pushtohet nga kjo ushtri dhe ndodh ajo që e kanë pritur. Pra të gjithë i vrasin dhe çdo sen djegin. Kur afrohen tek statuja, e shohin se është një statuje thjesht, një statuj që nuk ka ndonjë vlerë, dhe, pra ndërtuar do të prej dhejot, dhe largohen, e lojnë do të ashtu do të qysh është. Kalojnë do të vitet, jo tash vitet, po është pyetje që me qindra vite, para 150 viteve. Ajo kultura e Ministrisë Turizmit vendos që për ta tërhekur këtë statuj, për ta marrë në Pekin, në Tokyo, dhe për ta lënë si vizitor, për ta lënë si shenjë të vizitës së turistëve. Mirë po, në atë natë, apo në atë ditë, kur dëshirojnë për ta vendosur me atë vinçin që janë afruar, për arsye se ka qenë me peshë të madhe, ndodh që bjen shi do të vazhdimisht. Pra do të shi do të bjen vazhdimisht. Kryeplaku i fshatit, pasi që e shef do të një plasaritje kur mundohen për ta vendosur në atë far mjetin do të transportuesin, e shef do të një ndryqim shumë çuditshëm. Dhe ju thot ushtrisë që lënë hajde dhe nesër për arsye se ka mundësi që dëmtohet. Mirë po, ky plak shkon do të merr do të një send të fortë dhe atu ku ka qenë do të plasaritja fillon do të për ta gërmuar. Dhe pasi që e vrejnë se ai reflektimi që është e befason do të se çfarë reflektimi, s'ka dyshim që balta nuk reflekton. Në këtë rast i thret do të fshatar tjerë dhe pas 10 orëve punë në fund arrin kur e zhveshin çdo send pro që ka pasur, që ka qenë do të balsamosur do të më dhe, kur e shohin të gjithë se është një statuj e pastër prej arit. Dhe nga këto ka ardhur ajo që në balt ka ari. Kurse Zoti i Madhëshëm çfarë ka thënë? O fi anfusikum afala tubsirun, dhe në veten e juaj ka argumente të shumta.
a nuk jeni duke e parë? Pra nëse ti do të gërmon, nëse ti do të futesh thellë në thellësinë e ndërgjegjes tënde dhe zemrës tënde dhe shpirtit tënd, s'ka dyshim se do ta gjesh lumturinë, dhe lumturia është diçka që arrihet nga të gjithë, pa asnjë kosto. S'ke nevojë do të dalësh nga jashtë. E lutem me Zotin e Madhëshëm që të jemi për atyre që jetojmë këtë jetë të lumtur dhe fitojmë lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Deri në ligjëratën e ardhshme, mirë mbetëshi.